ta pyesim se ai ka marrë përsipër pra rastin, do ta pyesim se si e ka parë ai se çka ka ndodhur. Zoti Berisha, faleminderit që u lidhët me ne sonte. Faleminderit juve, ndjes nëse nuk dëgjoj mirë se jam në ambient jashtëm, po do të pitem me ja përgjigje për ata ju dëgjoj edhe për ata mua. Po, faleminderit. Unë e pash edhe një reagim që e keni bërë ju shkurtimisht në Facebook, na shpjegoni se për çka bëhet fjalë, çka ndodhi sot me rastin e Zemajt. Ne pam para pak minutash edhe shfaqem edhe në ekrane, edhe atë që ka publikuar gazeta Blitz se si ka ndodhur rasti. Si e shihni ju si avokat? Natyrisht është një ngjarje për të cilën as nuk na ka pëlqyer dhe as nuk e duar të trokasin, por është një situatë që Zemaj është sjell pa dëshirën e tij, pa kontributin e tij, pa provokimin e tij dhe një situatë për të cilën i është përgjigj ashtu siç është përgjigj, që unë besoj që askush nuk do të mund të reagonte ndryshe në rrethanat që është sjell ai në ato momente. Nuk ka pasur hapësirë të reagojë ndryshe? Është dashur? Jo, nuk them që nuk ka pas hapësirë, sepse hapësira është relative, varet prej personit, prej temperamentit i, prej nivelit të stresit që përjeton në fytyrjes e trëndit, mirë po, mendoj që mënyra se si ai është fillimisht hyrë rand dhe kur i është kërkuar se pse po më thyen në këtë mënyrë, ai është drejtuar me sulm i cili është shoqëru me atë situatë që është shoqëru dhe ka përfunduar ashtu siç ka përfunduar. Dhe ju po thoni se ai personi nuk është viktima, është sulmuesi edhe. Absolutisht jo, absolutisht jo. Ai ka ardhur prej Gjermanisë me na shliru sheshin e Prishtinës duke thyer njerëz që isha të popullit cili do qoftë ai dhe pastaj në prezencën e shoqëruesit të tij, nuk e di në bashkëshort apo kudo që ka qenë, ai sulmon një qytetar në këtë rast, ka rëndësi petku i deputetit, por nuk është viktima. Viktim nuk mund të jesh nëse ti provokon dikë dhe provokon edhe sulmin ndaj teje. Kështu thot ligji, jo. Pra sulmi nuk mundesh, sepse asnjë sulm që provokohet, mbrojtja e nevojshme nuk arsyetohet. Në këtë rast, sulmi është provoku, edhe në fakt është sulmu, jo veç provoku, sepse zoti Zemaj nuk ka sulmu. Zoti Zemaj thjesht është mbrojt nga sulmi që e ka përjetu pas hyrjeve që i ka dëgju. Vetëm në pamje duket se goditjen e parë bën zoti Zemaj, edhe pse kërcënimin e bën s'dima apo shihet. Po ai godet, e kërcënon si duket. Kur çon dorë, prete atë. Shikoj, në situatat e tilla, kur je në sheshin e Prishtinës përballë gjitha kamerave të mundshme, kur fyhesh e përballot është pa hak e pa hile, nga një person që si ke bërë kur keq, që nuk e ke njohur se ke ditë as kush është, dhe ai të matet, siç po pretendohet që është mat, sepse ai ka tentuar me sulmu dhe në fakt e ka sulmu se dy duri ka pasur, me djatën e kanal, me të marrën, zoti Zemaj nuk ka vetë me i sti vrapat e me në sheshin, se s'ka pas gjithë tjetër. E ka përdorur një forcë proporcionale për ta zbrasur një sulm të real, të qasshëm, të pa provokuar në asnjë formë dhe në kuadër të mbrojtjes nevojshme që ligji e përcakton si të tillë. Ju keni kërkuar si avokat edhe që të përmirësohen titujt e raportimit të mediave. Duhet ndodh kjo, besoni? Unë jam vetë pronar media, respektoj punën e secilit gazetar. Natyrisht që raportimet e para janë gjithmonë mund edhe këtë huqje, sepse ja huqim të gjithë, por e vërteta e rastit në këndvështrimin tim si profesionist para sa jam i kësaj fushë, unë besoj që nuk ka vend për të takuar dhe nuk përmbushen kushtet për të titulluar ky është qytetari që